Pas fitorisë së thellë Edi Ramës me 83 mandate në zgjedhjet e 11 majit, figura të rëndësishme të Partisë Socialiste kanë nisur takimet në bazë për të falenderuar votuesit dhe aktivistët. Deri më tani, ndër më aktivët kanë qenë Belinda Balluku dhe Damian Gjiknuri, ky i fundi cilësuar tashmë si tërmeti elektoral shqiptar, i cili së fundmi vizitoi Himarën. Rezultatet elektorale në disa qarqe janë përshkruar si tërmete politike për shkak të dominimit të Partisë Socialiste. Në Fier, Partia Demokratike arriti të siguronte vetëm 4 mandate nga 16 gjysej në një zonë ku Partia Socialiste theu rekorde në drejtimin e Belinda Ballukut. Në Vlorë, me 9 mandate për socialistët dhe 3 për demokratët, ndikimi Damian Gjiknurit dhe Blendi Çuçit ishte vendimtar. Dhe në Elbasan, Partia Socialiste arriti të marrë 10 mandate nga 14 mandate, një tjetër fitore e thellë dhe hequr nga Arbian Mazniku. Këto premtime agresive të kandidatit demokrat Tomor Alizoti, i cili paralajmëroi përballje të fortë me Edi Ramën, rezultuan të dështuara. Përmes këtyre lëvizjeve në terren, Partia Socialiste po konsolidon fitoren duke përforcuar lidhjen me strukturat lokale. Gjiknuri, një figurë me përvojë në organizimin elektoral, shihet si arkitekti këtyre tërmeteve, ndërsa takimi i tij në Himar ilustrojnë përkushtimin e vazhdueshëm të Partisë Socialiste për të ruajtur kontrollin politik në jug të vendit.